Ne periferohemi fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot lutja është truri i ibadetit. Edhe baza, madje komplet ibadetet tona, strëmbullari tyre që i përmbledh rreth veti është lutja që ja bëjmë Allahu dhul Gjelal. Ne edhe me agjeremi lutemi Allahu dhul Gjelal. Ngritemi, zgjohemi, abstenojmë nga ushqimi, nga pija, nga knatësit legjitime, cilat Allahu azza wa jall na i ka obligu, edhe kjo është lutje, se ne i lutem Allahut. Mirë, po kuptimin e ngushtë dhe ekskluziv që e kërkon është, domethënë, të drejtuarit ibadetit dhe adhurimit vetëm Allahut, ati kofshëm fal, i lutemi dhe ngritëm durt, kërkojmë ndihmën e Allahut për të na ndihmu. Në lutjen e kemi edhe namaz, madje edhe pjesë të Fatihas ka lutje që i lutem Allahut dhul Gjelal dhe vetëm ty të lutem dhe vetëm prej teje ndihmë, vetëm ty të adhuroj dhe vetëm prej teje ndihmë kërkoj. Kjo është lutje. E ki parasysh. Edhe lutja bëhet për hir të Allahut, edhe non-stop kërkimi ndaj Zotit atë cila me plot kuptimin e fjalës njeriu sa më shumë që i lutet Allahut, lutja pastaj zgjon kurreshtat të jashtëzakonshme të një qetësie shpirtërore, të një emancipimit të lartë intelektual, sepse njeriu e din gjatë rrugtimit të tij me siguri se ballafaqohet me vështirësi të jashtëzakonshme, por gjithmonë lutjet e tij janë ato motivacione që të i kalojnë çdo pengesë që del mes tij dhe së ardhmës së tij. Se kemi Allahun i cili na u përgjigjet. Shiko, është shumë interesant lutja, nëse i hedhëm vështrim fjalëve të Zotit në Kur'an, menërani pasi që Allah azza wa jall në 2 ajete kuranore në surën Al-Baqara flet për obligueshmërinë e agjerimit, menërani Allahu te bareke ve taala thot: "Wa idha sa'alaka ibadi anni", thot nëse pyesin ty Muhammed, robërit e mi për mu, thuaj unë jam afër, le të më lutet lutësi, unë i përgjigjem atij. Subhanallah. Madje thot Zoti në Kur'an në vend tjetër, thot ud'uni astajib lakum. Ju më lutni mu, unë i përgjigjem juve. Edhe shumë është interesant se njeriu të më ju lut ose më kërku ndonjë shërbim një herë, 2-3 herë dihet që e ki të paralizuar. A tek Allahu xhalla xhelaluhu, dashuria e Allahut ndaj robit është hala më e madhe kur robi ka insistim të vazhdueshëm dhe konsistent në lutje ndaj madhënisë së Allahut te baraka ve taala. Sa më shumë që i lutem Allahut, pozita jonë është shumë më e madhe tek Allah. Sa më pak që i lutem Allahut te baraka ve taala, pozita në sy të Allahut bjen. Prandaj ne duhet të kemi parasysh që pozitën tonë të arrujme me lutje dhe përgjerim. Lutja është arma besimtarit, lutja është çelësi i çdo talenti dhe suksesi, adresa e çdo progresiviteti në jetën e kësaj bote pikërisht lidhet me anë të lutjes që ne ja bëjmë vetëm Allahut dhul Gjelal.